Nuk ishte çështja a qëndruam në krah të Lulzim Bashës apo qëndruam në krah të Sali Berishës. Unë personalisht jam një nga ata njerëz që nuk e kam bërë kurrë politikën për emra. Unë mendoj që dëmi më i madh që është bërë politikës është pikërisht personalizimi të emrat dhe jo ndërtimi i institucioneve të drejta që fillojnë brenda partisë. Kështu që në këtë kohë, në këtë moment jemi sot. Këtu jam plotësisht dakord me ju sepse ne e politikën është në kulturën tonë, kjo fakt kemi ndërtuar mbi emra dhe jo mbi institucione. Pra, dhe për këtë kemi këtë gjendje të demokracisë brendshme të partive dhe demokracisë në Shqipërisë. Demokracia e përgjithshme e Shqipërisë ose sistemi demokratik në Shqipëri, unë i them demokratik, funksionon ashtu siç funksionojnë dy partitë. Pra, unë edhe në një reagim që bëra 2 ditë më parë, kur po zhvilloheshin tash të quajtura të zgjedhje referendum, ku diun se çfarë është ajo, një lloj shpikje nga këto të fundit ku pam që u rizgjodh Sali Berisha, kam thënë pikërisht të njëjtën gjë. Si mundet një parti opozitare, le të themi partia kryesore opozitare në raport me votat, të kërkojë ose të jetë garanti i demokracisë kur nuk siguron këto mekanizma demokratik brenda vetes? Si mund të jetë garanti i transparencës dhe i llogaridhënies nesër, kur transparencën vetë brenda strukturës së saj e shikon si një kërcënim dhe jo si standard? Si mund të jesh ti ose si mund të kërkosh ti të drejtën e votës, votën e lirë, si mund të akuzosh për farsë elektorale kur vetë ti prodhon farsa të tilla? Kështu që duke thënë këto gjëra, unë do doja që të gjithë sot të diskutonim vetëm se çfarë dëmi të madh po i bën Shqipërisë Edi Rama. Por Edi Rama sot nuk është problemi më i madh i Shqipërisë, me gjithë dëmet që bën. Problemi më i madh i Shqipërisë sot janë të dy, Edi Rama dhe Sali Berisha. Dhe kjo nuk është një gjë që unë artikuloj sot, Ilir. Kjo është një gjë që unë kam 5 vite që artikuloj. Në çdo media ku më jepet mundësi, në çdo media ku kam zë. Sepse ashtu siç janë të kapura partitë, ashtu siç janë të kapura institucionet, ashtu janë të kapura edhe mediat. Dhe zërat që thonë të vërtetën, po mbyten dhe po zvoglohen, gjithmonë e më shumë. Jam dakord dhe kam problem. Unë të gjithë këtë aktivitet politik nuk e kam bërë kurrë për karrierë personale. Unë jam e shpërblyer në karrierën time personale, unë jam profesoresh prej 27 vitesh tashmë, kam kontributin tim në institucion që është një nga institucionet elitare të këtij vendi që nxjerr diplomacinë më të mirë kulturore, le të themi ata që na nderojnë në botë, kështu që kjo nuk ka të bëjë fare me një nevojë për karrierë personale në politikë.